Sot ditë me shi 16 maj 2026 është data e rukjes kryesore të Këshillit Hoti. Është 27 dhjetori i zhdukjes nga shteti kriminal servi kryesor të Këshillit Hoti. Vjen edhe kryeministri. Kjo është motra u Këshillit Hotit. Tresmia është e martuar në Gjakov për mësuesin Ramadan Rogova. Është Mirveti, që e njohin gjithë, dhe është Hida. Hida është nëna Arben Fetoshit. Ajo ka vdek disa vite më parë. E gjatë luftës, në shtëpi ka mbet vetëm Hida, dhe më thënë nona Arbenit, Daca Nazifa dhe Inja Fatime, nona u Këshillit Hotit. E pas granatimve në fshatin në Agofs, Daca Nazifa është plagos, edhe ka vdek në shtëpi. Pastaj vorrin ja ka hap ajo me nonën e u Këshillit Hotit, qysh kanë mujt dy plakët. Edhe është në Vorros, në borë, pas luftës e kemi shvorros. Në Krushe dëgjon lloj-lloj rrëfimi, ka shumë histori, mundesh me shkru libra, me bëj emisione dokumentare. Tash po shkojmë në amfiteatër pas i shi. Kjo ke ideje jamja për mes vlog, edhe për që të punë është bo. Hajde mirë vetë. Hajde, televizionet se. Fjara dhe Mirveti, si që të ka 3 motra kanë qenë, njona mungon. Këtë shkrime kam zarë nga libri u Këshillit Hotit, janë thonjet. Këtu është në Amerikë për ka qenë. Me familje. Këto është motra Ida, Arbeni, Andini. Me familje. Primi që nga me grue, Karla, që kjo? Kanë qenë miq të Këshillit Hotit. Afrimi është i martuar në Krushet Vogël, Rogipi dëshmori në Krushet Madhe. Motër në Ismet Danës. Këtu është amfiteatri që është bo për këtë punë. Sa kia unë ardhe më, Këto në gjyqin e parë me e krem kryezion, tash ka vdek zvoni, ka dalë nëndë shamni.
mentor Koqi. Ja dhe Mirveta Gjami, gazetare e RTK-s, që nuk lodhet kur. Tash arriti dhe kryeministri. Nga Beogradi, Zagrebi, drejt e Harvardi, ku ka studiuar, punëuar dhe shkruar profesor Kushit. E kur vi këtë shtëpia muzej, dhe i shohim fotografitë i sa për tyre për herë të parë, në ngjallën shumë ndjenjat përzira, në njërën anë, për plot pikëllim sepse sa mirë ta kishte të gjallë e aktive aktual, por në anën tjetër dhe krenar sepse luqe dhe patyshim që në ndryqon rrugën për para, por si rilindas e tjerë. Aljavdi profesor Kushit Fokin dhe të gjithë dëshmorëve e martirëve. Se cilin që sot keni gjetë kohë me në nderu që bashkë me Kushin Hoxhin për ne si familje. 16 maj është ditë dhimbje, është ditë mbledhje, është edhe ditë krenari dhimbje, sepse ne për 27 vite vazhdojmë me fatin, me babai tonë, familjarin tonë, mbledhje sepse Serbia vazhdon me vajtë shifra informacionin për vendodhen e tij prej kur Serbia e ka marrë, sepse babi nuk është punë, po Serbia e ka marrë prej institucioneve sigurisë lartë dhe vazhdon me mbajtje me zyrtarët e saj, arkivat i klasifikuar mbi fatin Kushin Hoxhit dhe 1585 persona tjerë, por edhe ndjen krenaria sepse Kushin Hoxhin Serbia fizikisht ka mujtë me zhdu, por ai ka përjetësu vetë. Veprat e Kushin Hoxhit si që tha dhe kryeministri besin në themelet e Republikës tonë, besin në çdo plan të kësaj toke dhe ai është i përjetshëm jo për ne si familje, por besoj që për gjithë shqiptarët kudo që janë. Neve na mbetet që të kujtojmë, na mbetet që të mos harrojmë rrugën që e ka shtruar Kushin Hoxhi dhe miqtë e tij që kanë bashkëvepruar bashkë, por na mbetet edhe ta forcojmë Republikën në amanet të tyre. Faleminderit shumë. Që si vesha qizme si blejmë shala? Lodh, mija kishë më blerimi, me qizme, Nderim të profesorit Kushin Hoxhit, sot në rastin e 27 vjetorit të Dukës së Kushin Hoxhit, dhe të mbajnë një
A logja pra, po dash qadër për mili edhe ti për. Për mili, hajde. Sa të përmena, boll mirë ja ki bo. Edhe tash po shkojnë. Nove si jemi të një familja tani. Hajde Mili, hajde se e lak boll, hajde Aaron, hajde. Hajde që ko makine se presin atje të gjërdeti. Yes, here go now. Tash, këta po shkojnë në Rovec. Unë po ndonë atë klinika mjekësore ku po hapat për dentiste me bo analiza. Në dërret, shikur i pilu qeve, time e neve flet. Fryma jote në dihet, fitoj për jetësin. O kur i fjallës, ta shioj lirin. Po të prete gjithë Kosova, po të prete gjithë Shqiptaria, po ku jetë ushin hoti, se pa ty nuk vjen liria. Po të prete gjithë Kosova, po të prete gjithë Shqiptaria, po ku jetë